Zonja dhe zotëri, ju e prisni. Nata e dytë e spektaklit të Albania's Got Talent që transmetohet në ekranin e Vision Plus, solli një mbrëmje plot emocione, energji dhe surpriza. Konkurrentët nga mbar trojet shqiptare u ngjitën në skenë për të treguar talentin e tyre, ndërsa juria dhe publiku përjetuan një tjetër mbrëmje të jashtëzakonshme. Muzikë zgjedhur, tinguj instrumentesh, akrobaci, valle, aktrim, ishte kjo panorama e mbrëmjes së dytë, ku gruposha të ndryshme guxuan të shpalosnin talentet e tyre përpara 4 anëtarëve të jurisë. 12 talentet e kësaj nate kërkuan me ngulm të rëmbenin Pota Gronllakajt, Ledina Çelos, Adelina Ismailit dhe Castro Zizos. Shumë prej tyre ja dolën të merrnin gjithashtu edhe mbështetjen e publikut në sallë, por edhe përtej ekranit. Energjia e pashtershme e talenteve u spikat që në nisje, ku grupi Future Steps elektrizoi skenën, të ndjekur nga zëri melodioz i Luta Toskës, elasticiteti i Angie dhe Megan apo bateristi i vogël Gerard Nazifi. Komentet mbështetëse si dhe trajtimi njerëzor i talenteve ishte përtej konkurrencës për të siguruar një vend në gjysmë finale. Juria edhe këtë puntat u tregua e drejtë për drejtë dhe e hapur në opinionet e dhëna. Arti ishte sërish kryefjalët talenteve që interpretuan, ndaj edhe mesazhet e përcjella kalonin përtej ndjenjave njerëzore. E tillë ishte edhe prania e gjeniu të datave, Laer Talikaj në skenën e Albania's Got Talent. Edhe me nervë, Ky prodhim i Vision Plus synon jo vetëm të zbuloj talentet më të spikatur të vendit, por edhe të frymëzoj secilin prej konkurrentëve që të besojnë në ëndrat e tyre. Magjia e spektaklit të Albania's Got Talent vazhdon. Të tjerë konkurrentë do të prezantohen të hënën e ardhshme. Ndaj, për të mos humbur surprizat që vetëm ky spektakël dhuron, ju lë takim sërish javën e ardhshme në orën 21.